Në një cep të harruar të Pogradecit, dhimbja ka zënë vend në një shtëpi me qira, që mezi mund të quhet strehim. Arta Ferro, një nën, gjyshe dhe kryefamiljare, e lodhur nga jeta, ka mbetur e vetme përballë një sfide që nuk mund ta përballojë. Vajza e saj, 30 vjeçare, është larguar nga shtëpia pa lënë asnjë gjurmë, pa thënë një fjalë, një përshëndetje apo një shikim pas, duke lënë vetëm 2 engjëj të vegjël, një djalë 5 vjeç dhe një foshnjë vetëm 6 muajshe. Këta fëmijë nuk kanë momentalisht asnjë mbrojtje, siguri dhe ngrohtësi prindërore. Arta Ferro, me zërin që i dridhe dhe sytë e lodhur nga netët pa gjumë, tregon se nuk kam asnjë mundësi ta përballoj jetën. Jeton me qira në një banesë pa kushtet më minimale për të rritur 2 fëmijë, ndërsa ka frikën e madhe se nga çasti në çast mund të nxjerrin edhe nga shtëpia. Të ardhurat për të janë zero. Ajo shikon shpresën vetëm tek një mrekulli që mund të ndodhë. Miku çupa, më la 2 fëmijë. Tash më jam të rrit këta fëmijë se jam aty me 5 ikë në trup. Djalë 5 gjysmë, kjo s'kam çubitën akoma. Mamaja kujtohet për fëmijë, ti merr ndonjëherë në telefon? S'kam marrë në telefon që kur i kojo, s'kam marrë në telefon fare. Keni kontakt me vajzën? Jo. Më kam marrë dhe telefoni mua atje ajo, më ka të shëndetit se kisha këtu unë, Bebelina do, që më vërdo, për të ngrenë do, të të japu. Ta ardhura s'kam. Ajo asë fëmi që i bandota, se shtatë për gje, ajo plaka. Situata, shumë e koklavitur, shumë keq, nuk di që atë them, nuk di që atë them. Jam pa fjallë në këtë rast. I shoqen burka, ajo iku. Ajo iku, është me... Të themi me ta mendore, unë nuk mund të them se s'jam psikolog. Ashtu, pa ajo vua një qik si e pa... Edhe kështu që arritëm ta bëjmë problem policia vajtje e mori, e pruri, fiti një natë këtu dhe iku prapë. Ne kemi halë fëmijëve. Fëmijët si do të rregullohet me këta fëmijë. Do të lidhen e të ardhur nëpërmjet bashkisë, ose do i bie të marrin 5 lekë, të marrin 5 lekë ta që të ushqejë dhe fëmijët. Mos po e fundi fare pastaj ti marr shteti fëmijët dhe të kujdesohet. Burime për televizionin Sot Shtat thonë se ka nisur procedimi penal për 30 vjeçaren e larguar nga shtëpia. Apeli që vjen nga familja Ferro është i qartë dhe i dhimbshëm, na ndihmoni. Nga shteti, nga komuniteti, nga kushdo që ka mundësi, ata ka nevojë për një strehë të sigurt, për ushqime, për veshmbathje, për një dorë që të mos t'i lejoj fëmijët të rriten në harez dhe skamje, sepse në këtë histori nuk ka fajtor të mëdhenj, por ka vetëm viktima të vegjël.